Ergjys Agazi, shumë kërkuari i drejtësisë dhe me urdhër arrest nga prokuroria e posaçme, u arrestua këtë të mërkurë në zonën e Plepave. Ergjys Agazi ka qenë në postin e krejt të Inspektoriatit të Mjedisit, në kohën kur ministri i Mjedisit ishte Lefter Koka, një nga zyrtarët e dënuar për aferën e incineratorëve. Agazi dha dorëheqje nga posti në shtator të vitit 2017, kur koalicioni mes PS-së dhe LSI-s ishte prishur dhe ju rikthye angazhimit me Partinë Socialiste. Më 22 korrik të vitit 2025, Ergjys Agazi u paraqit në ambientet e prokurorisë së posaçme. Ai u thirr në SPAK pas kontrolleve që agentët e BK-s dhe policia e shtetit bën me herët në banesa dhe zyrat e biznesit të tij. Dërkohë më 16 dhjetor SPAK lëshoi urdhër arrest ndaj Agazit si drejtues e një grupi të strukturuar kriminal të përfshirë në manipulimin e tenderave publik në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Ndaj Agazit rëndojnë akuzat për përfshirje në korrupsion, konkurrencë e palishme dhe lidhje me krimin e organizuar, manipulim tenderash, pekmarrje dhe ushtrim ndikimi të padrejtë mbi proceset e prokurimit shtetëror. Agazi njihet edhe për lidhjet me biznesmenin Ermal Beqiri, po ashtu i përfshirë në dosjen e Akshit, i arrestuar këtë verë në Francë, por edhe për afërsitë me njerëz të besuar të ish drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Ilir Plota. Ndaj Agazit rëndojnë akuzat, shkelje barazisë në tendera, ndërhyrje dhe manipulim i garave apo ankatave publike për përfitime të jashtëligjshme, përdorimi i metodave të dhunshme dhe shantazhit për të eliminuar apo dëmtuar konkurrencën në treg, heqje e palishme e lirisë, përdorimi i forcës fizike dhe izolimi personave të tjerë në kundërshtim me ligjin, pastrimi i produkteve të veprës penale, përfshirja në skema për fshehjen dhe ligjërimin e aseteve e të ardhurave të përfituara nga veprimtaria kriminale. Grupi i strukturuar kriminal, kryerja e të gjitha veprave të mësipërme në formën e bashkëpunimit të veçantë si pjesë e një organizate të mirëfillt kriminale.